Pse vjerat shqiptare gjithmonë krahasojnë kohën e nusërisë së tyre me tonën sot? Shpesh, vjerat krahasojnë kohën e nusërisë së tyre me tonën sot, sepse ato shprehen: ne kemi duruar, ne nuk kemi folur, ne kemi bërë sakrifica, ju nuk duroni fare, por ky krahasim nuk është për të mësuar apo për të dhënë shembull, është vetëm për të justifikuar ato veten e tyre. Kur një grua ka jetuar më shumë heqje dhe heshtje, pranimi që koha ka ndryshuar e detyron të pranoj që ndoshta nuk do duhet të duronte aq shumë. Dhe kjo u dhëm brenda, prandaj krahasimi bëhet si mekanizëm mbrojtjes i tyre, pa kuptuar nëse unë kam duruar, duhet të durosh edhe ti. Jo sepse është e drejtë, por sepse kjo ja bën dhimbjen e tyre të shkuar të duket pak më e kuptimt. Por psikologjikisht, pranimi i një brezi më të lirë mund të ndihet si zhvlerësimi i sakrificave të tyre. Prandaj krahasojnë jo nga e keqja, por nga frika se sakrifica e tyre mos ka qenë e kot. Tani, pyetja lind: a duhet që brezat e rinj të paguajnë me durimin ato që brezat e vjetër nuk patën zgjidhje apo guximin të ndryshonin, apo të përshtaten me kohën e tyre sot?